Ungjilli sipas Lukës kapitulli 10 lexojmë sot nga vargu 17. Dhe 70 u kthyen me gëzim dhe thanë: O Zot, edhe demonët na nënshtrohen në emrin tënd. Dhe ai u tha atyre: Unë e shikoja Satanin që po binte nga qielli si një rrufe. Ja ju dhash pushtet të shkelni përmbi gjarprin dhe agrepa dhe mbi çdo pushtet të armikut, dhe asgjë nuk do t'ju dëmtoj. Megjithatë, mos u gëzoni për këtë, se po ju nështrohen frymrat, por gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiell. Në të njëjtën orë Jezusi ngazlleu në frymë dhe tha: Unë të lavdoj o Atë, Zoti i qiellit dhe i tokës, sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve dhe u zbulove fëmijët vegjël. Po Atë, sepse kështu të pëlqeu ty. Gjithçka më është dorëzuar nga Ati im dhe askush nuk e di kush është biri përveç Atit dhe kush është Ati përveç birit, dhe atij që biri do që t'u zbuloj. Dhe si u kthye nga dishepujt, u tha veçmas: Lumë syt që shohin ato që shihni ju, sepse ju them se shumë profet dhe mbretër donin të shihnin ato që ju shihni, por nuk i pan, dhe dëgjojnë ato që ju dëgjoni, por nuk i dëgjuat. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. E ta mirëpresim atë si tillë. Tema për sot është kthimi i 70-ve. Herën e parë pam dërgimin e 70-ve, tani është kthimi i 70-ve. Por në tema po ja çfarë trajton kjo pjesë është gëzimi që sjell misioni, gëzimi i vërtet, ngazllimi i vërtet dhe privilegji i vërtet, do shohim sot. Jezusi i dërgoi dishepujt si përfaqësues ti. Një lexuam herën tjetër të vargu 16 që thotë: Kush ju dëgjon juve, më dëgjon mua, kush ju përbuz apo refuzon ju, më refuzon mua, dhe kush më përbuz mua, përbuz apo refuzon atë që më ka dërguar, pra Atin tim që është në qiell. Dishepujt kishin nevojë për këto fjalë, pra për dëgjuar këto fjalë, se ishin të friksuar, jo krejt kollaj për me shku, e kishin nevojë të dëgjonin këtë, që kur ata kur të përballen me refuzimin, njerëzit janë duke refuzuar Perëndinë e Jezusin, duke refuzuar vetë Jezusin që ai ka dërguar pra si përfaqësues ti, janë duke refuzuar Atin. Kishin nevojë shumë, ndërkohë që ata nisën me droj. Pra ata u nisën në mision me droj, por u kthyen me gëzim. Luka nuk na thot se sa zgjati misioni i tyre, por na tregon që ata u kthyen përsëri për t'i raportuar Jezusit, dhe raporti ishte i gëzueshëm për ta. Ata kishin pasur sukses në misionin e tyre, jo vetëm që kishin predikuar, mani men Jezusi thotë predikoni, dërgon atje për të predikuar dhe të shërojnë të sëmurët. Ata kishin pasur sukses pra në predikimin e tyre, gjithashtu kishin shëruar, por ata nuk tregojnë gjithçka, ose Luka apo Shpirti i Shenjtë nuk na tregon gjithë ndollin, pra janë 70 dishepujt, secili ka historinë e tij, shkohen te shtëpia dhe ndahun xhien dhe kështu reaguan apo shërova këtë e këtë. Por Shpirti i Shenjtë na tregon kulmin e suksesit të shërbesës tyre. Pra nënkuptohet që predikimi i Ungjilli është dëgjuar dhe besuar, njerëz janë shëruar, por na tregon kulmin e suksesit duke thënë Jezus ata që Jezus edhe demonët na nënshtrohen, na nënshtruan në emrin tan, kulmi. Dhe këtë pjesa e parë, pra në vargjet 17 dhe 20 shohim gëzimin e vërtet, gëzimin e dishepujve. Por çfarë është jo vetëm gëzimi i tyre në mision, por çfarë është gëzimi i vërtet? Tani pyetja që kam unë për ju, do të mendoni pak çfarë është një gjë kur mendoni që me të vërtetë ju sjell gëzim, kur kujtoni, kur ktheni mrapa në jetën tuaj, mund të mendoni ndoshta akodion. Kur je diplomuar, kur ke filluar punën e parë, kur je martuar, kur nuk e di, çfarë është një gjë që kur ti mendon është më të vërtetë e gëzim, ose kur ke shkuar në mision për herë të parë, ndoshta kur shkuat në mision në ngjitëzim në Kosovë dhe është një kur u kthyet me plot entuziazëm dhe me gëzim. Çfarë është një gjë për të gëzuar? Apostujt, dishepujt thanë: Zot, edhe demonët na nënshtrohen në emrin tënd.
Po, ata kanë dëbuar demon, kanë shëruar të smur dhe kanë bërë gjëra të mëdha. Ata kanë triumfuar kundër së keqes. Por vargu mund bani pak, vargu mbart pak aty kur vinë ata me këtë triumf. Mbart pak një ndjesi triumfit, ndoshta edhe pak mburrjet. Vini e thot na u nënshtruan ne në emrin tënd patjetër, pra është tendenca nganjëherë kur ne kena frikë, dalim për dalë në nxillizim, dalim me droj, kena nevojë për nxitje, kena nevojë për të lutur, kena nevojë të besojmë Jezusit, kemi nevojë të mbështetemi tek ai. Pastaj kur vim, nëse na ec, vim e themi, sa bukur e thash, sa mirë e shpjegova, 4 veta dëgjuan prej meje, dhe harrojmë drojen që kishim kur u nisëm, nevojën që kishim për të mbështetur tek Jezusi kur u nisëm, dhe kur kthehena pastaj kena qef disi, ndoshta për t'i atribuar vetes suksesin dhe fitoren. Edhe në fakt gjithmonë kështu ndodh, ka i droj, ka i vështirësi për të shkuar, pastaj ka një gëzim edhe një rrezik disi për të mburrur kur të kthehemi. Por Jezusi ndërhyn dhe nuk u thot atyre, nuk u thot atyre, bravo ju qoftë juve për këtë punë. Por ai tregon pastaj në 2 vargje aty 18-19 që janë vargje të vështira, tregon providencën e Perëndisë që mbas gjithë kësaj Perëndia është duke punuar dhe vepruar përmes tyre. Vargjet 18 dhe 19 janë vargje të vështira për të shpjeguar, por kanë gjithsesi një simbolik, duhet të shikojmë me simbolikën që ato japin, jo në kuptimin e drejt për drejt. Pra, ka një pikpamje kur thuhet atje për djallin e shikoja Satanin teksa binte prej qiellit apo pushtetin që jepet për shkelur mbi gjarprind dhe mbi akrepa. Një pikpamje është që ajo që Jezusi po thot, pra është për kohën kur e që të pash djallin duke zbritur. Një mundësi interpretim, pra teologët thonë një mundësi është pra po flet për paramishërimin kur djalli u dëbua, kur u holl poshtë, Jezusi ka qenë me Perëndin, edhe ndoshta për t'ia ulur mburrjen apo krenarin, dishem me thonë që shumë mos u burrni se çka keni bërë. Djalli ishte kryengjëlli i Perëndis, por e pash tek binte poshtë prej krenarisë tij. Kështu që s'ka ndonjë gjë për tu mburrur nga kjo, e pash tek zbriste nga qielli. Pra për të mos mburrur për suksesin e tyre, për të qenë ata të përulur. Siç thot Riley, kur je i suksesshëm në shërbes, thot janë pak krishterë, thot Riley, që mund ta mbajnë drejt një kup kur është mbushur plot. Pa me mush i tas me çaj, e ke plot kështu buzën buzë i themin, a shtir me ecë me maj drejt se derdhet. Do thotë që ose ke pas sukses, i mbushur plot me sukses, a shtir me ecë dhe mos me tu derdh nga pak mburrje. Por më shumë në këtë pasazh Jezusi po thot që në misionin e tyre, çfarë është simbolika që po thotë kur thotë e pash Satanin, është duke folur për misionin e tyre. Jezusi e pa Satanin të binte nga qielli, Satani u mund nga Jezusi edhe në tundimin e tij. Manimen kur Satani u afrua Jezusit për ta tunduar dhe ai ju përball me fjalën e Perëndisë dhe Satani u tërhoq, u largua prej tij. U mund prej tij në tundimin e tij, u mund tani, po mundet tani, pra Jezusi thotë e pash ndërsa ju ishit në mision, ndërsa ju po bënit mrekulli, ndërsa ju po të bënit demone, pash se si mposhtet, se si bjen, se si po rrëzohet mbretëria e Satanit. Gjithashtu ai po flet për të ardhmen kur ai do të shkojë në kryq, me anë të vdekjes dhe ringjalljes së tij, ai do ta mposhtë fuqinë e Satanit, do ta thyej fuqinë e tij që ka për mbi këtë botë. Vizioni i tij pra është profetik. Vizioni i tij është profetik. Ai do ta mund, e ka mundur, po e mund do ta mund djallin. E të krishterët e dim ne që pas ardhes frymës shenjtë tek veprat ishin vetëdijshëm se ende duhet luftojnë kundër të ligut dhe forcave demoniake. Ata do të kishin vujtje, ne e dim që djalli është mundur në kryq për Jezu Krishtit. Por akoma nuk është asgjësuar, akoma nuk është lidhur, akoma nuk është i lidhur përfundimisht, dhe ai po përpëlitet për shkak se është mundur, po përpëlitet ai bashkë me demonët e tij për të prishur dhe për të shkatruar punën e Jezusit dhe për të sulmuar
dishepujt dhe ata që i shërbejnë atij. Dhe ne e shohim te veprat e apostujve që dishepujt kanë vështirësi her pas here shpirtërore, edhe fizike, edhe mundje, edhe rrahje, edhe përndjekje, edhe vdekje. Por Jezusi thotë ju kam dhënë autoritet. E kur thotë ju kam dhënë autoritet që të shkelni mbi gjarprin dhe mbi Agripa është një figurë simbolike për të këqind. Gjarpi simbolin djallin Agripat, pra demonët e tij kundër së keqes. Nuk është ju kam dhënë, disa e përdorin duke dalë këtu, pra duke marrë në mënyrë drejt për drejt, që Jezusi na ka dhënë autoritet për gjarprin dhe marrin dhe merrin një pastor del me një gjarpër në dorë, lidh për qafë. E del të predikojë thotë s'ka fuqi, gjarpi për mua se e ka, pra nuk është për të bërë këto ekzibicione me gjarpra dhe me Agripa e me tjerë. Por e dim që pavarësisht do kemi vështirësi, mundime, sulme, gjitha këto, ne e dim që asgjë nuk mund të na largojë, apo në fundit Zotin providencën e tij e përfundon, thotë asgjë, vini re atë që asgjë nuk do t'ju dëmtoj në kuptimin fundor të fjalës, asgjë nuk do rrezikoj shpirtin tuaj. Jeta juaj e shpirti juaj është në dorën e Perëndis, nuk është në dorën e të ligut në fundit. Këtë do dojmë. Çfarëdo që bëjnë ligu kundër nesh, çfarëdo sulmit apo ndjekjet apo vështirësie të sjell, vëllezër motra duhet besojmë në sovranitetin dhe providencën e Perëndis. Që asgjë nuk na dëmtojnë, asgjë s'mund ta ndajnë ne nga dashuria e Perëndis. Dhe jeta jonë edhe shpirti jonë mbi të gjitha është në dorën e Perëndis tona, Perëndis tuaj. Dhe vini re pastaj vargu 20, që është një varg shumë interesant që na tregon pra çfarë është gëzimi i vërtet. Jo misioni, jo shërimet, jo dëbimi i demonëve, jo suksesin shërbes, jo aftësia jote, jo kush je dhe jo çfarë ke dhe çfarë ke bërë. Edhe nëse dikush ka rinjallë vdekurit, apo ka dëbuar demonët, ky person që është rinjallur dhe ky person që është pastruar nga demonët, një ditë do të vdesë përsëri. Shkaku i gëzimit përfundimtar, vjen e thotë, për çfarë mos u gëzoni, thotë Jezusi, për këto, por mos u gëzoni për këto. Megjithatë, pra, megjithatë që i keni pa duke fituar mbi të ligun dhe demonët dhe smundjet e gjithçka tjetër, megjithatë mos u gëzoni për këtë, se po ju nënshtrohen frymrat, mos u gëzoni se po të bëni demonë. Por çfarë? Për çfarë gëzoni? Por gëzoni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiell. Shkruar këtu është fjala janë regjistruar në listën e qytetarëve të qiellit. Je bë pjesë e qytetarisë qiellore. Mos u gëzo për fuqinë që ke, suksesin, autoritetin, por që emri yt është shkruar në qiell. R.C. Sproul thotë, gëzimi më i madh që një krishter mund të ketë është që të kuptoj që nga gjithë njerëzit që ka kjo botë e rënë, në mëkat, prej mëshirës madhe të Perëndis madhërisëm, emrat tanë janë shkruar në qiell. Jemi bërë qytetarë të qiellit. Ka shumë gëzime dhe duhet gëzohemi, siç thash, ka shumë gëzime në jetën tonë, kur na lind një fëmijë, kur martohena, kur bëjmë një shtëpi, kur bëjmë diçka. Por mos harro të gëzohesh për çfarë është më e rëndësishme. Këtu po thot Jezusi për çfarë është prioriteti kryesor. Për çfarë ne duhet gëzohemi? Që ne i përkasim Krishtit. Që ne i takojmë Krishtit. Që qytetaria jonë është në qiell, që emrat tanë janë shkruar në qiell. Riley thot dhuntit apo fuqia e kryerjes mrekullive janë shumë, gjoje këtë, shumë më inferiore se sa hiri shpëtues që merr një person në shpirtin e tij. Dhuntit dhe fuqia e kryerjes mrekullive janë shumë më inferiore se sa hiri shpëtues. Dhe pyetja që kam për ty sot është: a është emri yt i shkruar në qiell? A është emri yt
i shkruar në qiell. Mund të kesh gjithçka. Mund dish shumë çka. Mund të kesh gjithçka, mund dish shumë çka. Por ato s'kan hir shpëtues dhe çlirojnë ty nga përjetimi i dënimit përjetshëm apo ferrit përjetshëm për shkak të mëkatit. Ndaj s'duhet rahatohemi, shumë dashur. Let mos rahatohemi kurrë, derisa të kemi dëshminë e frymës shenjtë për brenda nesh, që jemi larë, që jemi shenjtruar, që jemi drejtësuar dhe që emri ynë është shkruar në qiell. Nëse atëherë është përjetuar kjo dëshmi e Shpirtit Shenjtë në zemrat tonë, le të gëzohemi të gjitha për këtë. Le të gëzohemi mbi të gjitha për këtë. Nëse nuk ka dëshmuar Shpirti i Shenjtë në zemrën tënde që je i larë, i pastruar, i drejtësuar, që emri yt është i shkruar në qiell, mos u rahato shumë. Nëse po, atëherë ke arsye dhe shkak për të gëzuar. Dhe ky është gëzimi i vërtetë. Vinëre i ka dërguar Jezusi ata në mision, kanë ardhur me sukses të madh, duke thënë që kanë dëbuar demon. Asnjë prej nesh nuk e ka përituar të bëjë një mrekulli. Apo të bëjë demon, dal më i fuqishëm se demoni. Nëse i ndodh, unë thosh, çka ka bërë sot? Le të gëzohemi, mrekulli ka ndodhur në mesin tonë. Jezusi thot, ma shumë se kaq. Gëzohuni nëse emri yt është shkruar në qiell. Pjesën e dytë është të shohim gëzimi i vërtetë, tani do shohim ngazëllimi i vërtetë ose ngazëllimi i Jezusit në vargjet 21 dhe 22. Dhe në të njëjtën orë, tani në këto vargje që lexojmë këtu poshtë, Luka shkruan dhe tash ka stilin e vet. Në këtë pjesë ku shkruan këtu ka i stil Gjanit, vini re. Edhe kur shkruajmë ato vargje, kur lexojmë të vargje, kujtohet pak Gjani, ka i stil të Gjanit kur shkrua. Thot në të njëjtën orë, Jezusi ngazëlleu, fjala këtu ngazëlleu, nuk është vetëm një gëzim. Vini re të thot dishepujt të gëzuan, këtu thot Jezusi ngazëlleu është një emocion më i madh, një emocion nga një gëzim i madh që është prej frymës shenjtë. Në fakt është përdorur njëjta fjalë kur në këngën e Marias në fillim të Lukës tek 1:47 kur thot Maria kënon kur angjëlli pra i thot që do ngel shtazan, thot fryma ime ngazëllon në Perëndin dhe në shpëtimtarin tim. Ai përjeton një gëzim madh prej Shpirtit Shenjtë, do thotë që është Shpirti i Shenjtë është duke e ngazëllyer, është duke i dhënë këtë gëzim Jezusit të veçantë. Nga ky gazëllim në shpirtin e tij, prej Shpirtit Shenjtë, ai thot një lutje falënderimi, i drejton Atit lavdërim për çfarë ai është duke bërë, për çfarë ka bërë, do ta shohim pastaj. Për çfarë është Jezusi ngazëllyer? Për çfarë falendron Atin e tij? Thot unë të lavdëroj, të thur lavde o At, Zoti i qiellit dhe i tokës. Spari. Ati i tij është në zotërim, është zotëron gjithçka, është sovran mbi gjithçka. Vini Atë i qiellit dhe i tokës. Sovraniteti i tij i Perëndis Atë, i Atit Jezu Krishtit, mbulon çdo atom dhe çdo shpirt njerëzor gjithashtu. Çdo shpirt njerëzor kur ata dërgohen në mision, Perëndia që i dërgon është sovran mbi shpirtet aty në personave që ata do takojnë. Perëndia është sovran mbi çdo atom, mbi çdo shpirt njerëzor. Dhe zërmotra, Perëndia është sovran mbi jetën tënde. Perëndia është sovran mbi jetën tënde, Perëndia është sovran mbi shpirtin tënd, Perëndia është sovran mbi shëndetin tënd, mbi situatën tënde. Dhe kur mendojmë për situatat tona, më spari e mbi gjitha, spari duhet t'i drejtohemi kuj? Atij që e ka në dorë në mënyrë të fundme jetën dhe situatën tonë. Çfarë thot lavdëroj sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve dhe u azbolove fëmijëve të vegjëlve. Pse? Vini re, po Atë,
Sepse, çfarë është përgjigje? Pse? Sepse çfarë thot vargu? Sepse kështu të pëlqeu ty. Kështu i pëlqeu Perëndis atë. Para gëzimi dhe ngazllimi i Jezusit, njëre Jezusi ka qenë dasëm kanë. Më në kur kena predikuar të gjoni e ka qenë dasëm kanë. Jezusi ka ringjallur te Luka, keni pa që ka ringjallur djalin e një vejushe, vetme, vajzën e Jairit, mrekulli pafund, lebrozin. Ndasëm ka qenë, mrekullit mëdha ka bërë, Lazarin e ka ngjallë prej të vdekurit. Jezusi ka qarë, e shohim duke qarë, disa herë dhe ka qarë tek varri i Lazarit kur e pa Lazarin. Jezusi ka qenë në malin e shndërrimit. Në atë moment magjik, le të them, mund ta them kështu me gjuhën tonë. Por interesante është që në asnjë nga këto raste, as kurkund tjetër në dhjetën e re, nuk thuhet veç se këtu që Jezusi u gëzua. Asnjë vend gjendje ku thotë Jezusi u gëzua. Kur ringjalli Lazari nuk thotë u gëzua, u ngazlleu, sepse u ringjalli Lazari, ngazlleu se ishin dasmë, ngazlleu se ja ringjalli. Këtë asnjë vend tjetër, vetëm këtu. Nuk thuhet se vetëm këtu ai u ngazllye, në frymën e shenjtë ai shpirti i tij ngazlleu. U gëzua për shpëtimin e shpirtrave. Era është rasti i vetëm që ose ka i gjanë që e gëzon zemrën e Jezu Krishtit, që e ngazllën atë, është kush një shpirt shpëtohet. Jo kur dikush shërohet, kur një demon largohet, apo dikush ringjallet, kur një shpirt shpëtohet, i vetmi vend kur ai u ngazllua dhe u gëzua, është ky. Cili është shkaku i gëzimit? Që njerëzit po dëgjojnë Ungjillin, që shpirtat po kthehen tek Perëndia, sepse kthimi i një shpirti te Perëndia, rilindja e një shpirti të vdekur në faje në mëkate është mrekullia më e madhe e Perëndisë. Më e madhe se ringjallja e Lazarit. Gjoni këtë dhe fiksoni këtë mirë. Prandaj jemi thirrur, prandaj duhet të bashkohemi këtij misionit. Sepse nëse se ka diçka që e gëzon e ngazllën zemrën e Jezu Krishtit, tash kur dikush vjen pendim dhe në besim. Tjetra, ai gëzohet jo vetëm që një shpirt kthehet, por për shkak se është Perëndia që e bën atë. Sepse është Perëndia që e bën atë. Ai si ja lan dorë njeriu në katar, nuk ja lan dorë shpirtit vdekur në faje në mëkate, apo zjuarësisë, apo mençurisë njeriu, apo urtësisë, vini çfarë thot aty, jo të urtëve, të mençurve. Në fakt për të mençurit dhe të urtit, Ungjilli është marrëzi. Ne e dimë dhe kemi parë kur kemi folur dhe kemi predikuar dhe Korintasit 1, që thot apostulli Paul për hebrejt, Ungjilli është skandal, por grekët është marrëzi, është turp. Për të fortët. Dhe çfarë thot atje? Po Perëndia zgjodhi marrëzinë e kësaj bote. Marrëzinë e kësaj bote për të triumfuar mbi urtësinë e kësaj bote, dobësinë e kësaj bote, për mbi fuqinë e kësaj bote. Për të mençurit e për të urtët dhe për të fortët, Ungjilli është marrëzi. E duke qenë se është marrëzi, ai lën ata në marrëzinë e tyre, e kemi predikuar dhe kur kemi folur më herët te kapitulli 8, që citon nga Isaia, ata shohin, por nuk shohin me të vërtetë, dëgjojnë me veshët e tyre, por nuk dëgjojnë me animen. Kur dikush nuk don të shikojnë, atëherë Jezu Krishti e lën në verbërinë e tij, kur ai nuk don shoh e dëgjoj, e lën mos dëgjoj. Sepse ja u ke fshehur atyre që mendojnë se janë të mençur, me të bukur, e të zgjuar, e të fortë, ja u ke fshehur bukurinë e Ungjillit. Por ju zbulove fëmijëve të vegjël, që në mënyrë simbolike janë këta 70 dishepujt dhe atë tjerë që besojnë përmes tyre. Kush ishin këta dishepuj? Ata ishin peshkatarë, ata ishin targamblellës, ata ishin shtresa më e ulët, që s'kishin shumë aftësi në fakt për ta kuptuar vetë Ungjillin,
e gjithashtu s'kishin aftësi dhe kur shkojnë në mision për t'ja u shpjeguar tjerëve Ungjillin. Imagjino një peshkatar apo një targamdhellës që shkon e takon një farise apo një grek apo një tmenç apo një të edukuar që mundohet t'i shpjegojë Ungjillin. Dishepujt s'kan aftësi për ta kuptuar vetë, s'kan as aftësi për ta shpjeguar as mirë Ungjillin. Thot ja u zbulove të vegjëlve, këtyre të vegjëlve. Dhe përmes tyre njerëz po vinë tek Perëndia, sepse kështu të pëlqeu ty. Sepse kështu të pëlqeu ty. E këtu bëhet fjalë pra për një drejtësi poetike, siç e thashë më sipër. Nëse ti e ngurtëson dhe zemra jote është e ngurtë ndaj Perëndisë, nëse syt janë të verbër, ti do të mos ta shohësh edhe refuzon Ungjillin. Perëndia nuk ka nevojë për ta forcuar zemrën tënde, s'ka nevojë për t'i verbruar sytë e tu, s'ka nevojë për t'i shurdhuar veshët e tu, ti s'ka nevojë me të lanë zgjenjën tënde të ngurtë natyrore, ti vetë ngurtësohesh, ti vetë verbohesh, ti vetë shurdhohesh ndaj të vërtetës Perëndisë. Gjithë mëkatarët që meritojnë drejtësinë dhe dënimin e Perëndisë për shkak të mëkatit. Perëndia tregon mëshirë. Perëndia tregon mëshirë ndaj disave dhe u jep mëshirë dhe falje. Gjithë meritojmë drejtësinë e Perëndisë. Gjithë për shkak të mëkatit tonë meritojmë drejtësinë e Perëndisë, nëse Perëndia na jep drejtësinë që duhet na jap, gjithë përfundojmë ferr. Por disave prej nesh ka vendosur të jap mëshirë. Dikush thotë që ky varg duket si i padrejtë, disa thotë ja u ka ngurtësuar, disa i lën shkojnë në ngurtësimin e zemrave të tyre të mos besojnë dhe disa ja hap sytë, apo bën tut Perëndia pa drejtësi? Kur mos qoftë. Perëndia disave i jep mëshirë duke i sjellë shpëtim. Disave u jep drejtësi duke i dhënë ata çfarë meritojnë. Por asnjëherë nuk i jep pa drejtësi. Pa drejtësia është ose çon një të drejtë, një pa mëkat në ferr. A mund shkoja, ka në i shans me shku në njëri që është i pa mëkat në ferr. Që ose mëkatarët shkojnë në ferr, është duke dhënë drejtësi. Që ose mëkatarët shkojnë parajs, është duke dhënë mëshirë. As kërkuj, ai nuk i jep pa drejtësi. Nga që dikush shkojnë një shpirt të kthehet te Perëndia, e të besoj Perëndinë, e ta shoh Perëndinë, e ta dëgjojë Ungjillin, duhet ndërhyrje sovrane e Perëndisë. Nëse Perëndia do ta linte një shpirt njerëzor, në gjendjen e tij natyrore, pa ndërhyrjen e shpirtit të shenjtë, askush nuk do të kthehej kurrë tek Perëndia. Askush nuk do të kthehej kurrë tek Perëndia. E jo vetëm kaq, por Jezusi vargu 22 nga zlehet dhe i lavdron atin, sepse vetë është i përfshirë në këtë ndërhyrje sovrane të Perëndisë për ndriçimin dhe zbulimin e vërtetës së Ungjillit. Vini re, çfarë thot? Gjithçka më është dorëzuar nga Ati im. Dhe askush se njeh birin përveç Atit të tij në mënyrë përsosur, e askush nuk e njeh Atin përveç birit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç atyre që biri don t'ju zbulojë. Oni më ngjonin kur e kena predikuar. Askush nuk shkon tek Ati. Nuk e njeh Atin, nuk mund shkojë përveç atyre që biri i tërheq. Jezu Krishti është i përfshirë në këtë ndërhyrje sovrane për shpirtin njerëzor. Birin se njeh kush është ai me të vërtetë. Nëse Ati përmes frymës shenjtë nuk ja zbulon, vini re, s'një bukuri e madhe, askush nuk mund ta njohë birin kush është me të vërtetë, hini dhe njeri, shpëtimtar dhe Zot. Nëse Ati përmes shpirtit shenjtë nuk ja zbulon kush është biri, dhe askush nuk mund ta njohin Perëndin atë dhe të pajtohet me të ta njohin ata në të vërtetë, nëse biri nuk ja zbulon atij. Nuk zgjell, vini re, nëse biri nuk zgjell t'ja zbuloj. Në gjendjen tonë natyrale, ne mund të kuptojmë nga zbulesa e përgjithshme, duke parë malet, yjet, qejt, ne mund të kuptojmë se ka një Perëndi. Por ne s'mund ta kuptojmë se kush është Perëndia dhe si është Perëndia. Mund të kuptojmë se ka një Perëndi nga zbulesa e përgjithshme, gjithkush,
që del dhe shef malet, qiellin, yjet, detet, thot, ka mund të ketë një perëndi që i ka krijuar. Por se si është ky perëndi dhe kush është ky perëndi, nuk mund ta kuptojnë. Ndaj ne nuk i lutemi njerëzve. E kam thënë edhe herën tjetër, nuk i lutemi njerëzve ta kuptojnë, ta zbulojnë. Se vjen që thotë vetëm ai që biri don që t'ja u zbuloj. Ne nuk i lutemi njerëzve që ta kuptojnë e ta zbulojnë kush është ai. Por i lutemi Perëndisit t'ja u hap syt që të shohin Krishtin, dhe i lutemi Jezu Krishtit që t'i pajtojë, t'ja u hap syt e t'i pajtojnë me atin e tij, t'ja u zbuloj atin e tij që është në qiell. O vëllezër e motra, sa interesante e kjo pjesë, kur Jezusi është i përfshirë bashkë me atin dhe të dy janë sovran mbi gjithë shka, mbi çdo si thash, mbi gjithë në qiellin tokë, mbi gjithë krijimin, mbi çdo atom dhe mbi çdo shpirt njerëzor. Sa interesante, mani men kur lexuam para ca kohësh tek 9:58 kur ai thot dishepujt vet, dhel për atë kanë strofulla, zogjt kanë qerrë dhe tyre, por biri i njeriut nuk ka një vend ku të mbështes kokën. E ky biri i njeriut që nuk ka një vend ku të mbështes kokën, është ai që është sovran mbi gjithë krijimin e mbi shpirtin ton njerëzor. Çfarë bukurie! Ai që s'ka ku ta mbështes kokën fizikisht në këtë botë, shpirtërisht në mënyrë hyjnore kontrollon çdo atom e shpirtin njerëzor. Vetëm për ti. Vetëm për Jezu Krishtit. Është ekskluziv Jezu Krishti në këtë proces, vëllezër e motra. Nuk jep një mundësi as një alternativë tjetër. Askush nuk e njeh birin përveç se Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç se birit, dhe atyre që biri vet zgjell t'ja u zbulojë. Ndaj me njoft Atin për të vërtetit. Me njoft ata për atë. Atëherë duhet të shkosh vetëm te Jezu Krishti i birit i tij, nuk ka një rrugë tjetër, nuk ka një person tjetër, nuk ka një mënyrë tjetër, nuk ka një fe tjetër. S'na lën Jezu Krishti këtë mundësi, ose ndryshe është gënjeshtar e mashtrues, ose është i vetmi biri i Perëndisë që zbulon së vërteti atin e tij. E streti. Privilegji i vërtet i dishepujve, privilegji i vërtet. Pasi ka thënë këtë, Jezusi u afrohet, u flet dishepujve, në veçmas, vinjeri u kthehet, ju flet tani vetëm dishepujve të veçmas. E thot çfarë? Lum syt që shohin ato që shihni ju. Lum syt që shohin ato që shohin ju, shihni ju. Se çfarë thotë, shumë profetë mbretër dëshironin ta shihnin e dëgjonin, shihnin ç'a shihni ju, dëgjonin ç'a shikoni ju, por nuk i arritën. Ata i folën, ato i profetizuan për Jezusin. Ata ishin tipë mbretërit. Davidi ishte një tip i Jezu Krishtit, i mbretit madh që do të vinte, kemi thënë, profetët profetizuan për të ishin tipet e Jezu Krishtit. Ata shpresuan për ditën, për epokën e premtimit, që shpresa tyre të bëhej realitet. Vëlla e motër, mendo pak për Abrahamin. Ai la vendin e atit tij, pa e ditur se ku do të shkonte. Kaloi përmes tokës premtuar, por nuk e gëzoi kurrë atë. Kaloi përmes tokës premtuar, kaloi edhe veç bleu varrin e tij, edhe pa varrin e tij, bleu varrin e tij, doli e pastaj e sollën e varrosën varrin e tij, nuk e gëzoi kurrë. Nuk e pa ditën e Krishtit. Gjithë shittorët e dhjatës vjetër vdiqen me besim, duke pa atë armën. Mojsiu vetë e pa prej largu tokën e premtuar, e tha do të prej jysh të dalë një profet tjetër i madh. Me besim, pritën në të ardhmen duke shikuar të ardhmen për atë moment, kur do të shfaqet Mesia, Krishti i premtuar. Jezusi thot këtyre lum ju, jo lum Abrahami, jo lum Davidi, jo lum Mojsiu,
jo lum Elia, lum ju. Se shumë profet e mbretër donin shihni ato që ju shikoni, e dëgjoni ato që dëgjoni ju, por nuk i pane, nuk i dëgjuan. Dhe ju i shihni. Ju i shihni. Rajli për t'na treguar mallështinë e kësaj gjaje, vëllezër, mota që panti shekuj që shohim edhe ne përmes tyre, sepse jetojmë në epokën e dhjatës së re. Thot ka një dallim të madh, pavarësisht sa të mëdhej ishin shenjtorët e dhjatës vjetër, edhe ne i kemi dëshirë, edhe si më thënë model. Por Rajli thot dallimi mes shenjtorëve të dhjatës vjetër, çfarë pan e çfarë përjetuan ata. Dallimi mes shenjtorëve të dhjatës vjetër me ata të dhjatës së re është si ndryshimi i mesnatës me mesditën. Kur ne shohim Krishtin krahasim me ata është si mesnatës me mesditës, ne jemi në mesditës. Si mes dimrit mallet acarët e mes verës. Si mes një fëmije që nuk kupton krahasim me menjin të rriturit që kupton shumë e gjithçka më shumë. Lum sy që shohin ata që shihni ju. Pyetja që ngrej prap për ju është ngrita një në fillim kur thash, a është emri juaj i shkruar në librin e jetës në qiell? A e ka zbuluar Krishti atin për ju? A janë lum syt tuaj? A e ke parë Krishtin me të vërtetë për kush është ai? A e ke parë Krishtin për me të vërtetë kush është ai? A e ka zbuluar ai atin? A shkruar emri yt në qiell? Qofse po, atëherë ti je personi më i pasur i botës. Qofse po. Po je i pasur, mos u gëzo shumë, sepse një ditë do të shkatërrohet gjithçka. Qofse je i ditur, mos u mburr shumë, sa ditë s'ka me të hynë punë. Qofse edhe ke një rol udhëheqës, ke pse të mburrësh, se tash dhuruar, dhurat. Nëse je i falur, nëse nuk je i falur, mos u rahato shumë. Po lutju Zotit që ta shohësh Krishtin. Lutju Zotit që ta shohësh Krishtin. Që ai ta zbuloj atin, e që emri yt shkruhet në qiell. E nëse kjo është e vërtetë për ty, atëherë me të vërtetë ngazëllohu në Zotin. Ngazëllohu në Zotin. Vëllezër, motra, sa e mirë është që të përfshihemi misionin e Zotit ton Jezu Krisht. Sepse nëse s'ka një gjë që e ngazëllon zemrën e Jezu Krisht dhe shkur një mëkatar kthehet ai. Nga tjetër, nëse ka një gjë që me të vërtetë duhet ta ngazëllojë, t'i japi paqe e gëzim zemrës tonë është. Nëse kemi parë Krishtin, nëse ai na ka zbuluar atin, na ka bërë atë atin ton. Nëse jemi me të vërtetë vëlla i Jezu Krishtit. Nëse emri yt na shkruar në qiell. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë mund të pushoj me të vërtetë paqja i zemra jonë, paqen e tij. E mund ngazëllohemi, e mund të themi atëherë bashkë me shenjtorët, Maranatha, eja Zoti Jezus. Amen. Le të lutemi bashkë. O atë ne të falenderojmë. Falenderojmë për mirësinë tënde dhe për fjalën tënde që është kaq e mirë, kaq e bukur, e kaq e dashur për shpirtin ton. O atë falenderoj. Falenderoj o Zot që na jep mundësinë që të qëndrojmë në autoritetin e fjalës tënde të predikuar. Faleminderit që e ke dhënë Krishtin e jetojmë në këtë anë të historisë. Faleminderit o Zot. Faleminderit për Krishtin. Sot nëse dikush nga ne akoma nuk e ka parë Krishtin për kush ai është me të vërtetë. Nëse nuk ja ke zbuluar, sa është zbuluar akoma ati prej ti, lutem o Zot, ti hapër sytë e zemrës tonë, të mendjes tonë, ta shohim Krishtin. Të lutemi ty o Krisht, na zbulo atin. Të lutemi o Perëndi, na i fal mëkatet tona. Shkruaj emrat tanë në qiell.
Se vetëm atëherë kur të kemi këtë pashaportë qiellore, me gëzim e paqe e pa droj, mund ta mirëpresim ardhin tënde. Na jep gjithashtu dëshirë, gëzim e fuqi që të përfshihemi në mision për ty, që mund ta gëzojmë zemrën tënde, duke sjellë, duke predikuar Ungjillin, duke u lutur e pritur që ti të sjellësh tjerë në besim, në shpëtim. Në emrin tënd e lutemi. Amen.